Shiko Arnold, çdo mall në treg normalisht duhet përcaktohet çmimi nga kërkesa dhe nga oferta. Kjo është ligjit e tregut. Por një treg normal që funksionon, një treg të konkurrencës lirë dhe ndershme, normalisht vjen që kërkesa dhe oferta përballen me njëra tjetrën dhe del më pas çmimi final i shitjes dhe i blerjes. Në një treg që nuk funksionon, konkurrenca e lirë dhe ndershme, në një treg që nuk dihet se nga vijnë burimet e financimit, në një treg i cili mbrohet nga strukturat shtetërore në rrugën e saj, në rrugtimin e saj antiligjor, automatikisht deformohet dhe bëhet një treg i paaksesueshëm për pjesën dërmuese të qytetarëve, bëhet i aksesueshëm edhe për grush njerëzish që kanë mundësi financiare jashtë mesatares, po themi, ose ajo 1% i popullatës shqiptare që mund të shkote shtres e pasur. Siç është vërtetuar tashmë dhe dihet se kjo nuk kishim nevojë edhe për raportin ndjeshëm të Bankës Botërore, me thënë drejtën. Ne dinim situatën. Po është verifikimi i radhës, është çelifikimi i radhës, i cili vjen për tregun e deformuar dhe totalisht të kriminalizuar tashmë të ndërtimit të lejeve të ndërtimit, se si jepen lejet e ndërtimit, se si jepen lejet zhvillimore, se si hartohen projektet, se si ndërtohen godinat, komplekset, se me çfarë cilësie skandaloze ndërtohen ato, por me çmime marramendse shiten ato, duke e bërë përsërisë njëherë një treg i cili nuk është më për shqiptarët. Por po kë është Teliti, se gjithmonë qeveria flet që janë diaspora, po blet, huajt po blen, po... Shiko, ka një se ne në Tiranë jetojmë, shohim që janë gjithë drejta figura. Ka një ato kora ku diaspora po emigrantët shqiptarë, që në vitet e para tyre patjetër që po ndihmonin shumë ekonomisë shqiptare me remitanca, po edhe ndërtonin për familjet e tyre apartament, blenin shtëpi apo ndërtonin shtëpi private kështu më radh, kanë një ato kora. Ose më mirë migranti kamuflazh. Më mirë ble makinë, ble një shtëpi në Milano sa këtu. Kjo është thjesht që kanë një kamuflazh. Sepse çdo kush i cili ka dy para mend, bën këtë që theti pak përpara që ma morë predikisht edhe shembullin. Qose edhe unë do isha. Unë kam jetuar në Itali për vite, kam studiuar. Edhe unë qose do zgjidhja për të njëjtin çmim, për një metra katror apartament në Milano, mes Milanos, apo në mes Tiranës, shikoj sigurisht do zgjidha mes Milanos. Një qytet i cili është vërtet më i madh në madhësi, pamaj që ka shërbime, që ka arsim, ka shëndetësi, ka të gjitha. Ndërkohë që kjo Tirana jon, e cila të ofron vetëm beton dhe asgjë tjetër, të ofron vetëm kulla dhe asgjë tjetër, të ofron vetëm fasada që shkëlqejnë, po që janë jashtë standardit, siç e pa dhe Zjari Qera para 2 javëve tek farmacia 10, fasada që digjeshin, sepse u ndezën aty disa mbeturina, morën disa mbeturina flak, ku siguria e tesës praktikisht është të cënuar nga mjesit drega dhe darga, ku ti siguri për të jetuar bazike minimaliste ti nuk ke, ku jetojmë në Shqipërinë, që zorra e ujit, që shpërndan protestuesit protest, është 10 herë më fuqishme se zorra e ujit që kanë zjarr fiksi për fikur zjarret. Ja jetojmë në Shqipëri paradoksave. Këto shpjegohen vetëm në një treg i cili nuk funksionon me parimet normale të konkurrencës lirë dhe ndershme. Ku të gjithë përballen në treg dhe caktohet çmimi. Çmimet e Tiranës, kur ti bler një shtëpi sot në periferi të Tiranës paguash 2.000 euro. Dhe në zonë që mund të jetë paguash 3.000 dhe 4.000 euro. Siç do të djes kishte edhe plugun të ndark. Do të dje flitet për çmimin sa duhet shitesh, e sa nuk duhet shitesh, këtu disa vite më parë apartamentet në zonë jo më qendër të Tiranës, por le të themi në unazën e mesme të Tiranës. Ti kupton praktikisht se çfarë qyteti jetojmë, kur sot ke një pagë mesatar për 700-800.000 lekë, po themi, mesatare në Shqipëri, dhe ndërkohë do të punosh 5-6 muaj për blerje metra katror. Dhe sipas llogaritëve thjesht aritmetika, një çifti të ri, i cili vendos të fejot, martohet dhe krijojë familjen e vet, që paguan të dy me paga mesatare, i duan mbi 70 vite për të blerë apartament 2 dhomë me kuzhinë, 80 metra katror. Sa ta do hanë, do pinë, do risin dhe fëmijët, ka dhe kosto tjera e tese. Tani më thoni mua, 70 vite, a është justifikuar marrja e kredi 70 vjeçare për dikisht, kosto 70 vjeçare për një apartament 2 dhomë me kuzhinë? Pas 70 vite dhe godina s'do ketë më vlerë. Një godinë ndërtuar 70 vjeçare dhe s'ka më vlerë. Pra ne jemi në një vend që dhe investimi që neve bëjmë prishet gjatë me kalimin e kohës, sepse aq i lartë është, le të them, masa kriminale, kriminalizuar në ekonominë e sektorit ndërtimit, saqë atë investim që çdo kush e bën për veten e vet, për familjen e vet, apo për fëmijët e vet, me kalimin e kohës